Do të kemi një javë e cila do jetë e paqëndrueshme, duke qenë se reshjet do jenë prezente, megjithatë një javë të ngrohtë dhe krejt ndryshe nga java e shkuar, ku ne vazhdonim ende të mbanim xhupat, edhe pse ishim pothuajse në mesin e pranverës. Gjatë kësaj jave temperaturat do të ndryshojnë, madje ka ndryshuar ndjeshëm, janë rritur vlerat minimale, janë bërë mëngjeset akoma më të ngrohta, tashmë mjaftohemi në mëngjes duke dalë me një xhaketë të lehtë dhe jo një xhup të plotë. Megjithatë, sot termometri shënon 5-6 gradë në zonat malore dhe pritet që maksimale të ngjiten në 25 gradë. Duke filluar nga nesër do të kemi rritje të temperaturave duke kulmuar ditën e mërkurë. Dita e mërkurë do të shënojë temperatura 30 gradë, të cilat janë temperatura, le të themi, 5 gradë më të larta se ç'duhet të jenë, duke qenë se nëse flasim për kushtet ideale dhe normale të prillit, maksimumi do të jetë 24-25 gradë. Megjithatë, parashikohet që përgjatë kësaj jave, pra nga e hëna të paktën deri ditën e premte, moti do jetë i paqëndrueshëm për shkak se paradite do jenë me kthjellime vranësira, por pjesa e dytë e ditës rrezikohet nga reshje, edhe pse reshjet do të jenë të pakta, më të fokusuara pritet të jenë në zonat veriore dhe qendrore dhe më pak reshje do të ketë jugu, madje jugu do të ketë vetëm momente me pita shiu. Parashikohet në fakt që të kemi një përmirësim të motit të shtunë dhe të dielën, ku reshjet do të izolohen kryesisht në gjysmën lindore të Shqipërisë, pra në zonat verilindore dhe juglindore. Edhe në këtë zona reshjet do të jenë të pakta. Përgjatë kësaj jave, reshjet nuk do të sjellin probleme, do jenë reshje me intensitet të ulët, megjithatë do jenë prezente, do të jetë prezente lagështira e lartë në ajër, gjë e cila do të bëjë që e marta, por kryesisht dita e mërkurë të ndjehet si një ditë mbytëse në thonjza, për shkak se lagështira do të bëjë që të ndjehet i nxehti akoma më shumë, pra temperatura 29-30 gradë do të ndjehet mbi këtë vlerë.